Para se të ndalesh atë Milot Balldrani, e para një herë kam nevojë që të ritheksoj vendimarrjen shumë të rëndësishme që mori dje Parlamenti Shqiptar për miratimin e marrëveshjes së financimit Porta e Alpeve, që është një marrëveshje financimi e dedikuar për qarkun e Shkodrës dhe të Lezhës. Dhe kjo që nënkupton themi angazhimin maksimal që ka qeveria shqiptare për veriun e Shqipërisë. Dhe konkretisht për qarkun e Shkodrës ka projekte shumë të rëndësishme që ndërlidhin Alpet me gjithë bregdetin adriatik. Investime infrastrukturore në bashkitë kryesore, në Shkodrën, në Malësit Madhe, investime që ndërlidhin le themi pikat turistike si liçeni i Shkodrës, lumi i Bunës, në Velipoj dhe Adriatik, dhe është një mas investimi le themi që nuk e ka patur deri tani asnjë qark tjetër në Shqipëri, që në kupton shumë qartë misionin, vizionin, por dhe angazhimin e qartë që qeveria shqiptare ka për veriun e Shqipërisë dhe kryesisht për qarkun e Shkodrës. Dhe patjetër, problematik që banorët ngren në kryesisht në qarkun e Lezhës dhe Shkodrës është rruga Milot Balldrani. Rruga Milot Balldrani ka kaluar në disa etapa jo të suksesshme, ka qenë vullneti i qeverisë shqiptare prej vitesh për ta zhvilluar si një autostradë të kategorisë A, dhe që do bënte një shfryrje të trafikut që ndërlidhte le themi edhe Kosovën, por edhe pjesët e veriut me pjesën e qendrës dhe jugut të Shqipërisë dhe për t'i dhënë dhe një shfryrje zonave turistike të Shëngjinit dhe Velipojës. Patjetër si çdo projekt infrastrukturor, siç ka le themi projekte infrastrukturore që ecin më shpejt në kohë ose në kohën e duhur, në ritmin e duhur, ky projekt infrastrukturor nuk ka ecur në ritmin e duhur. Ajo çfarë unë mund të them është që po, është një procedurë koncesioni e hapur, jemi në fazën e vlerësimit të ofertave, në dijenin time komisioni është në fazën përmbyllëse dhe pritet që shumë shpejt brenda fundit të majit ose fillimit të qershorit ne të shpallim një fitues për rrugën Milot Balldrani. Ajo çfarë është e rëndësishme të theksohet është po, rruga Milot Balldrani do bëhet. Do jetë një rrugë kategorisë A, do ketë dhe rrugë alternative që t'i ofrojnë dhe qytetarëve kalimin sipas të njëjtave kushte që kalojnë aktualisht, por patjetër do eci sipas një rruge ligjore përkatëse siç e rregullon kuadri i koncesioneve në Shqipëri.